Përshëndetje shikues të nderuar në podcastin e kësaj jave për ballmeje kam një njerëz shumë të veçantë, një njerëz që kum pas çaf prej ditë sport emisionit me pas mysafir, po se sot ke kismeti çashtu sot me ardh, këtina ju bën në punë. Ai është të bëkem shyti një biznesmen i pas luftës që mirë me jetën e tij private, një njerëz që ka kushtuar kohën shkollimet, por edhe një njerëz që ka luftuar fuqishëm zonën operative të Sholës me njësinë e tina. Sot të bëkem shyti mirë se erdhe. Mirë të gjem, përshëndetje për gjithë të rëshqëgut të nga gjekë në të momente. Krejt mësafirët e kom një pyetje, ose shumicës prej ty nëse s'mëj pa ja bo. I kena prishtë prej zyres një 50 metra largë, urën e Ibrit, ashtë edhe këtë urën e vogël që bënë në kënej, që shpeshe Mitrovicën edhe ako më silë që kjo urë në i herë, si pas kanë vështrimit të në. Fillimisht faleminderit për ftesën, edhe është hera e parë që marr pjesë në emision në Mitrovic për kundër ftesave që i kam pas, me qenë se ma bone këtë pyetje direkte, më duket pak me një prapavi politike, për shkak se edhe vetë Mitrovica është qyteti më politik pas luftës dhe pjesa e urës që ti e përmend është ajo pjesa më e ndihshme kur flasëm për Mitrovicën, sepse ura e Mitrovicës që për na të cilën po flasëm është simbol i ndarjes. Dhe këtë nuk e kanë bërë shqiptarët, por e kanë bërë ndërkombëtarët. Edhe në besoj që ata janë vonu për ta hap, edhe që nesër pra për të vonë për të hap, ajo do të hapet që sot. A këna bona mjaftueshëm për mi hap apo s'kena pas sa më bë më shumë? Dëgjoj, besoj që nuk ka fuqi faktori vendor me bë më shumë. Te di shumë mirë sepse na jena të Mitrovicës, janë edhe 5 ura deri në majtas djathtas urës Mitrovicës dhe ato qarkullojnë domethënë mallrat, kamionat, njerëzit pa pengesë, ndërsa vetëm të ura e qytetit, ura e Mitrovicës ku quhet edhe në shihet që është si simbol i ndarjes, është pjesë politike dhe krykput e faktorit ndërkombëtar. Po du m'ja nis pak për të urës, tash po kthejna prej fillimi për ku e po ta njet, kjo puna e urës është e shkpët. Ardhja jote dhe hyrja jote në që kënë Kosovë, pak ma shumë për qëta gjeneratat e reja që kanë lidh pas luftën në Mitrovic, edhe në rajonë e Sholës, dhe me thonë vështëre edhe tutje, se nuk është që e din tonë. Unë që jam i gjenerata viteve të 10 i lindën në di kur ke ardhe, qështët një ma shumë personalisht e familjarisht, po për gjeneratat e reja, sepse ti e këty për i Zvicrës, unë e kujtej, dhe me thonë, para luftës, pak para luftës, edhe i ke pri u që kësë gotin gjda kësjen, sa edhe në zonë Sholës, edhe ju ke pri luftarëve me shumë e marë armë në Shqipni, për ato e kam një rrefim tani masanej në familjarë. Realisht, Kosova ka kalu kohë gjatë, shqiptarët e Kosovës kanë kalu kohë gjatë në robri, dhe kër e logaritëm për shembull për këtë kohë gjatë, se sa kemi qenë të robruar, me çfarë arsimimi kemi qenë dhe çfarë ekonomie, unë e gëzohem që në vitet 90-ta ka pas shqiptar të zot, ka pas shqiptar me zemër loani që të organizojnë ilegale për të formuar pikat që nesër të vjen edhe UÇK-ja në ato pikat dhe të formohet, domethënë në rezistencë kundër sistemit, sepse nuk lam kur gjë pa përdor për liri dhe pavarësi, po nuk arritëm dot dhe fundi është dasht në mënyrë obligative të rrokum armë për liri dhe është hera e parë që Kosova me ushtrinë shërimtare dhe me NATO-n e shliron këtë vend dhe sot jemi të lirë. Unë e kom pas një familjar bashkë me ty, dhe me thonë që ju ke pri në mesin e sindra ushtarëve, kërë në shku me marë arë në Shqipni, dhe me thonë ka qenë vera e vitet 1998, kërë ju ke pri edhe aj, pa të kalëzu tane, që të një rrefim vetën, se i ke për një djallë i rive, kem shyti shumë i ri, shartë për jashtë, le që ju pri ke ushtarëve të Sholës, po ju pri ke edhe ushtarëve dugazinit krejt mas ti rresht, se thej këtë di kemi përdor ato mjetet që janë konë për deminim të rrugës, e ke shumë problem për me shu. Këto është një fakt që do më... A mund është pak një rrefim për që ju ke pri ushtarëve për me shku në Shqipni. Rasti kur kemi shku në Shqipëri me këtë personin që ke fjallën, është hera e 4 që marrë rrugë me qëllim furnizimi me armë për që këndë me thonë në Shqipëri. Dhe unë shpesh e them se kur mos ishte Shqipëria, sigurisht që ne nuk do të arrinim të organizonim luftë dhe fal Shqipërisë, NATO-s dhe ushtarëve bashkë me ushtare, sepse ka pas shumë ushtare dhe kanë herë hyna në hak që po harrojna me përmend
sepse kemi për shembull Gjeva Ladrovcin, kemi Fatimen e Mitrovicës, kemi shumë dëshmore domethënë të Kosovës, kështu që fal këtyre ne sot jemi të lirë dhe tash për shkak se është hera e 4 që ne po marr pjesë në rrugtim të tillë, edhe i kisha mësuar rrugët, i njofsha domethënë shumicën e udhëhecëve të pikave të zonave, edhe tash në një moment caktun më pyet njëri thotë si ka mundësi thotë vajtja ardhi domethënë në një kohë të shkurtë që ti sigurosh kolonën. Domethënë shkon 200-300 metra, kthehesh mbrapa edhe siguron kolonën. Kemi pas raste e kemi vëzhgu terrenin komplet ditën, pastaj e kemi lënë vëzhgues gjatë gjithë kohës që ta vëzhgoj vijen kufitare që quhet brezi kufitar Kosovë-Shqipëri, edhe pastaj kemi vazhdu natën, sepse natën me numër të madh të ushtarëve normalisht ma pak rrezik. Dhe në këtë rast për shembull ka pas rast për shembull që dikush ka thonë o heqem Asfar Hamam mina kërkusi se bekimi e gjonë me propanis, për shkak se unë e kisha hasë 2 herë në mina, edhe tash e kisha fitu një provoj ko gjatë madhe, ndërkohë e kam studiu edhe një koncept të trajnimit, lënda aktivizimit shpërfyse nga largësia, dhe kështu që gjitha ato kishim pjesë, marrëshim pjesë në më thonë në atë trajnim, edhe dëmosdo në luftë njerëzit duhet të marrin përgjegjësi dhe kur merr përgjegjësi duhet të tregosh edhe aftësi edhe guzim para ushtarëve. Sovjet që kanë 23 vjeç. 23 vjeç, sa ushtarëve ke pripër me shumë Shqipëni? Po nuk është më rëndësi, ka qenë më shumë se 400 ushtar, po në momentin që ti merr përgjegjësi, ti megjithatë duhet të tregosh edhe guzim, edhe shkatësi para të tjerëve. Je kon komandante njësi speciale, brigadën... Në zonën operative Shalës. Në kuadër zonës operative Shalës. Se shpesh po ngatrojmë, domethënë, zona operative Shalës ka pas 2 brigada dhe batalionet, ndërsa njësia speciale ka qenë në kuadër të zonës operative Shalës. A mund është më në rëfy në moment cilët ka me cilën e konsiderani aksionin mas suksesshëm që e keni pos, në kamerat që akun po, nuk unë një aksion interesant bukash. Se që ato kanë kop kamerat, në ashtë në tjerë si kanë kop. Unë kam qenë një thtarja asaj që ndërkombëtar ti kanë incizuar. Unë kam qenë një thtarja asaj që në secilën njësi të ushtrisë ligjore të Kosovës të ketë një person të veçantë, të guximshëm dhe të shkathtë për të marrë faktografi, që nën kupton gjatë gjithë kohës me pas mundësi me fotografu, me marrë incizime, sepse ne edhe nëse vdesim ne do të ngelin faktet që të shkruhet historia në mënyrën më të sinqertë dhe të vërtetë. Edhe kështu që unë kam qenë goxha i thtarja asaj që të paktën ato ku ka mundësi unë ta bëj, nduka gjenë me marr kamerën me incizu mashin të shtishin në burg. Po megjithatë edhe atje nuk e di ka gjenë një strategji e komandant e general Ramushit që mos me pas incizime, fotografie këtu, nuk e di arsye pse, po në besoj që në secilën ushtri edhe në vitet luftën e parë, dytë botërore, ka pas njerëz të veçantë që kanë ardhur vetëm me kamera edhe me në këtë rast në koshare me lajm zeka. Edhe kështu që ne kemi zhvillu aksione gjithandej si njësi speciale. Unë po besoj që shumica prej tyre kanë qenë suksesshme sepse të jesh në pritje ose në befasi je edhe të fish më i fortë se armiku. E kemi rastin në Vojteshit, e kemi rastin e Urës Gjakut, Mitrovic, e kemi rastin e Bukoshit që e përmenet i maheret, shumë raste tjera, mirë po rasti maj i krenar që më ka bo dhe maj dhimshëm është Pirqi, sepse ato bie dëshmora në nshyti, ato plagosen 4 ushtar, ato plagosen edhe 2 ushtar të fshatit Pirq, po sigurisht që domi ka qenë shumë më i madh në pjesën e armikut për shkak se kemi prit në befasi dhe ata se kanë besuar që akoma ka mundësi me qëndru ushtar gjithë ato granatime që kanë qenë për 3 ditë radhazi. Kështu që këto në momentin që ti humb një ushtar është një dhimbje shumë e madhe sepse ti po e humb një pjesë të shpirtit tan. Njëkohësisht gjithë ajo dhimbje shndrohet në forcë për hakmarrje dhe për të vazhduar luftën. Kështu që kjo është ajo kujtesa ime në Pirq që më kalon morali ushtarëve au ngrit mas rënies së Adnanit edhe plaguesit ushtarëve. Çdo herë që humb shok në luftë, sigurisht që për një moment shumë të shkurt nihesh shumë i thyn.
edhe sigurisht që morali se cilët ushtar ka qenë dhimbja, po besëm që gjitha ajo dhimbje, kur e kemi vorros Adin, e kemi vu, aq sa kemi mujt me qenë rreth varrit 3-14 veta, dorën njëmi varr, edhe kemi kërku dhe jemi betu për hakmarrje. Dhe çat nat në mëngjes në ora 4 jemi hakmarr në Vojtesh. Nuk e kemi bërë ato vetëm për hakmarrje të Adit, po e kemi bërë domethënë edhe për lirinë e vendit. Halal, komandant. Mas krejtyne si tregova pak a shumë për luftën, për aksionet, për romjet e herojve, për ngritjen e moralit luftorëve, për vazhdimin e luftës, kur u kry lufta, a kon ëndra e juve dhe ushtarëve t'ju që kjo Kosovë që është tash? Apo keni po spritje më të mëdha? Dëgjom, betimi i ushtarëve të QK-s ka qenë trojet shqiptare. Mirë, po tu e ditë që jemi popull i vogël dhe vendimet e fuqive të mëdha të shkurtojnë edhe ëndrat. Më thonë, momentin që është përfundu lufta dhe është fitu liria bashkë me NATO-n, duke i falenderu tavolinës e Rambujës, e pastaj tavolinës e Vjenës për shpalljen e shtetit, unë besoj që prej asaj kohe ushtarët e ushtrisë ligjëtare të Kosovës e ndjejnë një farë fajt të mbrëmshëm moral, pse nuk u vazhdu lufta edhe në Preshevë, pse s'u vazhdu lufta edhe në Maqedoni, nga ata që ishin betu, po njëkohësisht ajo ndodhi, pavarësisht marrëveshjes, zhvillu lufta në luginë e Kosovës, luginë e Preshevës, u zhvillu lufta në Maqedoni, por nuk u arrit, domethënë ajo për çka ne ishim betuar. Mirë, po unë besoj që për herë të parë lufta edhe pushka e shqiptarëve të Kosovës edhe të rajonit e arriti në drejtësinë ndërkombëtare dhe fuqinë e botës që ta ketë pjesë aleate dhe t'ja kthejnë pushkën shkallët në armikut çekullor. Tash për kundër fuqive të mëdha, na si popull a kena bo mjaftueshëm çto 26 vjet, aja ditëm shumë hika që i patëm adin, a kena punu mjaftueshëm na në shëndetësi, në arsim, në sport, në krejt sfirat e jetës që nuk vorën për ndërkombëtarëve. Na çka bënëm për vendin tonë, apo disa dhe i harrun që kena hik. Do ta kem parasysh që Kosova nuk është administru për i shqiptarëve dhe pse ka përfundu lufta për gjithë kohën që ka qenë unë miku në Kosovë, unë e kam quajtur domethënë edhe pasoshën e ke pas jo Kosovë, por ke pas unë mik, që nën kupton që ti ke qenë farë unë Mikistani, nuk e qenë Kosovë fare. Dhe nuk mund ta fajsoj masken pavarësisht kush ka qenë atë kohë, Mushi, Hashimi, Rugova e të tjerë. Kështu që në momentin që ti je i pavarur, atëherë është obligimi direkt dhe përgjegjësia direkt të leadershipi që kanë marrë votën për ta udhëhequr këtë vend. Unë nëse e shohim domethënë për shkak të vujtjeve të mëdha që kemi kaluar, për shkak të luftës së madhe që është bë, për shkak të gjakut të madh që është derdh. Dhe kur e shef për shembull tashti në një fushë politike dhe në një strategji zhvillimi të vendit, kush do të jetë ai lider dhe i shohim të mirat dhe të këqijat, unë besoj gjithashtu që të mirat jamujnë. Sot kemi autostrada që shkojnë për Shqipëri, domethënë për një gjysore shkon për Prizren. Sot kemi autostrada që hyp kerët për shembull shkon për një gjysore në Shkup. Sot kemi aeroporte, kemi universitete, kemi shkolla, në ato shkolla kur deri dje kanë qenë për shembull me kontinera, me pakarrika. Mirë po, a ka pas mundësi më bë më shumë më shumë. Unë besoj që ka pas mundësi shumë më shumë. Mirë po duhet mi pas parasysh edhe një fakt që në Kosovë deshto me pranu, këto është largu për shembull makineria ushtarake policore, është largu edhe uniforma policore e ushtarake, por nuk është largu domethënë ajo pjesa e inteligjencës së Serbisë, bile ata me qenë se nuk i kanë pas këto dy atash as uniformen, as mjetet, ata e kanë rrit numrin dhe e kanë dyfishu pagat që me pas sa më shumë informator dhe me ndiku sa më shumë edhe mi pengu Kosovën zhvillim sa më shumë. Qoftë njohje, qoftë zhvillim ekonomik, në gjithçka. E keni një deklaratë në generale që thotë, nëse dojnë ata pushtojmë Kosovën, duhet të orientojmë mjetet tona të gatshme, parat tona të gatshme në dy drejtime. Ta identifikojmë shqiptarët e Kosovës në këtë Evropë si fundamentalizëm islam dhe t'i futëm përçarjet në politikën e familje. Kjo ka të veç kam rri. Ti din që me njerë pas lufte, gjithherë ndodhë që ta marrin për shembull ata që e kanë shliruar, të na nuk ka ndodhur. Të na ka ndodhur kundërta. Të na ka ndodhur kundërta.
Kështu që këtu duket qartë që ka ndiku inteligjenca e undergroundit e shkjeve e sërve në Kosovë. Pëlqejve diçka që tha që në Kosovë punu shumë i përmene projekte të rrugët, shkollat, spitalet, gjitha, po tha që ka mujtë më punu ma shumë. Është një koncept i dhe njerëzën që të venë, që thujnë Kosovë shkatërru për 25 vjet, 26 vjet. Kjo i bjen që Kosova ka ma mirë, dhe me thonë, me infrastrukturë, me krejt, para luftën, kohët Jugoslavisë, ta në Serbisë, se e kënejne. Besoj që keni atë që të koncept ljatë. U shkatërru, kjo është për mu e dhimshme se deklarat për shembull, sepse unë ato që thashte nuk është në rregull me hy për shembull një makinë në tash vitin 2015 ose 2020, me shku për Shkup, edhe të njëjtën rrugë që ti po e shfrytëzon me thonë se po kur gjë këtu, se çat rrugë je, edhe është domethënë thjesht historia nuk fillon me nesër. Historinë unë ta thash që në fillim, që për këtë vend është bërë shumë në për periudha të ndryshme, kanë bërë burra më të mëdhej se na dhe më shumë se na. Janë kalb në përburgjet e Serbisë për një fjalë republik ose për një ngritje të flamurit kombëtar. Po na jemi e gjenerata më fatlume që po e përjetojmë këtë liri, dhe po vim në misione këtu po shojmë krahët e punijëm krenar që kena pozitë pse e kemi përfundu deri në fund. Edhe kemi kriju një aleancë me një shtet mike që nga viti 1919, përkundër që shqiptarët u shliruan edhe shpallën shtetin shqiptar 1912, në vitin 1919 Amerika të njofti dhe ngelja e Shqipërisë coptune dhe nga atëherë në vend se të orientohemi dhe të bashkohemi me Amerikën, na herë me Kinën e herë me Rusin, dhe në fund ta 59 Amerika ishte ajo që e futi në atë në luftë. Kështu që neve kësaj radhe e kemi identifiku mikun e vërtet dhe duhet ta rujmë aleancën deri në vdekje për shkak se jemi popull i vogël dhe pa aleancë nuk mund të ekzistojmë. Nuk mund të ekzistojnë edhe shumë shtete tjera se lemo na me këtë numër të vogël. E përmendë natën me sa dijon deri në 1999, po nuk më kujtuhet as ma vonë, NATO ka marrë sulme ushtarake vetëm Kosovë. Frontalisht, realisht për herë të parë, domethënë NATO hyn luftë në Kosovë në 99. Po në krejt bashkë, prej themelimit hyn luftë Kosovë, edhe neve tash na dolën do të lëshëm me ta, me shtetet që kanë udhëhequr çat aleancë edhe që udhëheqin edhe që kanë bërë gjithçka për më shliru që ky vend, tash na dolëm shteti i vetëm demokratik në letër, që jena nërë sankcionet bashkimet evropian, me të loshe me shtetet e bashkume, po thujnë që dialogu strategjik nuk është kurgjë, bro me niva ne do lojme i poshtë i këta këmë dole në Macedoni, nësoje dialogut strategjik, qytetarët e Republikës Macedonisë Veriore, shpejti pritet me otu pa viza drejt shëbave. Edhe na krejt po thujnë, hasi kësë kurgjë edhe nuhën pak Amerikant, edhe nuhën pak Evropian, na shlerojnë averijën e bojnë Republikën e tretë. Duhet t'jem të kujdesshëm në raport të ndërtimit të aleancave dhe trujtjeve të aleancave. Për shkak se jemi popull që kemi vujt shumë dhe nuk ish dash që t'na përsëritet historia. Nëse na i qojmë krahët edhe e qesëm krenarin para arsyes, unë e besoj që ato është dami maj madhi. Ti duhet të dish se kanë e ke për arsye, kanë e ke për para, edhe çfarë fuqi është, edhe pastaj të ndalesh dhe të thuash se neve dallojna me mendime. Nuk mund dallosh ti me mendime me Amerikën në asnjë mënyrë nëse je i gjenia edhe nëse je gjenia më e madhe ti thunë e kam mendimin tim, po nuk po guxoj me ta them veç për moj mençë to. Na shtana herë më vjet dita edhe ta them. Bek, me qa po merresh momentalisht, po kalojnë atë të sfera private? Unë deri në vitin 2009, se mirë me energjitri për deri në vitin 2009, domethënë kam menduar që përmes trupave mbrojtëse të Kosovës po e vazhdojmë rrugën edhe mandatin e shokëve për që ata janë vrarë për këtë vend, për liri. Unë besoj që trupat mbrojtëse të Kosovës kanë qenë ajo pjesa që ne kemi mujt me dhënë kontributin dhe nga transformimi i TMK-s në FSK, unë jam pranu sot, të nesërmen nuk jam pranu, ato janë çështje që dikush i ka shenu edhe dalin më vonë. Mirë po, ai ka qenë një
thyrje për mu. Do me thonë nuk je pranun FSK prej TMK-s. Jam pranu në ditën e parë, do me thonë jam pranu, në nesër mas 24 ore ka arë një vërtetim tjetër, një dokument tjetër që nuk je pranu. Kështu që ato është bon një loj që s'kom darë tas një herë me qenë publike edhe në emisione, për ta kanë kalu 16 vite, nuk është naj telashe. Se që shtot dhe familjarë të mija, ka bo të ishin në miku. Momentet caktune për kunder, që në atë garë, që janë përcaktu dhe me thonë kriteriet nga këfori, edhe kanë qenë në mbikëqyrje komplet këfori për transformimin e TMK-s në FSK, kam qenë njeri tret që kam arrit pikë më shumëti, dhe me thonë qoftë në sport, në qoftë në kështu që ka qenë i Rahimi Pudujeves në maj pari, unë kam qenë i dyti, dhe dikujt sigurisht kam pas mundësi që i kam pegu, ose kam qenë i pandëgjushëm, për në një mision nuk është më rëndësi sa i ndëgjushëm. Cila ka qenë groda ju të herën në kolonel. Kështu që nga jo ko, pastaj, të e pa që une nuk jam ma i dobishëm në institucionet publike, une kam kalu në jetën private, kam ndërtu një kompani të sigurimit, ndërko bashkë me 4 meq kemi investu edhe në pjesën Shales Bajgores, që sot kur po flasëm për Mitrovicën Veriore, folëm fillim për Uren, dhe shpesh herë ndëgjojmë shumë patriot. A di cilë është patriotizmi maj malë sot për pjesën Veriore? Unë e ti, nëse kemi kursime, me i fut edhe me ble investimin veri. E unë me që ata 4 shokët e mi, që është njën e pej Ferizajt, tjetër është Skenderaj, tjetër është Prishtin, të 4 jemi shqiptar, e kemi dhënë një shembull shumë të mirë, kemi marrë borxhe në bank në LP dhe kemi investu në komunën e Leposavicit. Ma shumë se 10 milion euro. Kështu që për mu nuk është patriotizëm tash me ardhë me folë të ura. Po me punu underground, me shku kemi ble atje ma shumë se 17 prona vetëm të serve. Kështu që investimin pjesën veriore, sa është profitabil dhe me thonë për ata që investojnë, sa ata që investojnë kalojnë 12 vite si shohin kur fitime, do të më këthy investimi, po është në farë mënyre nëse do mi po shteti si atë dut, është drejt për drejt në ndikimin edhe politik. Kështu që na nuk kem nevoj me full në emisione, po veç nëse kena mundësi me investu në pjesën veriore, edhe mas 3-4 vjetë është prone jonja komplet. Koncept tjetër për me investu, qa po thu për këta, si po dolin me bo fotografia të ujmaunit. Të e për TikTok-a. A dhe në vjen atje për jo është, për një qytetit tjetër. Këto e për TikTok-a, ne kam dëgju dhe me thonë shpeshere, i kom pa do shkrime kështu banale, u shliru Mitrovica, dëgjën një qytetarë të Mitrovicës. Kosova dhe Mitrovica është shliru bashkë me natën në 99-ën edhe nuk ka kur farë verzioni ndryshe. Absolut kur fare. Më bje shumë keq, po Kosova dhe bashkë me Mitrovicën edhe Mitrovicën veriore gjithë shka, sepse edhe atëherë, edhe sot, për sigurinë e Kosovës është përgjegjëse NATO. Edhe jo vetëm për veriun e Kosovës, edhe gjithë Kosovën, po edhe rreth gjithë kufit e Kosovës. Domethënë, NATO është për sigurinë e Kosovës nga 99-a edhe sot. Halo se kemi në ndryshim. Unë e kam një ondër se s'mundet më realizu, me kom pa mujt komandant miqësit krejt Kosovort, që shme thonë një trena, një autobusa, një diçka, një mjet, edhe mi posë mënsi se cilën me silë rreth kufinit Kosovës, edhe kur të bëhet një dita 2 ditë silën kështë rana, mi thonë, apishë në krejt që të kufje, po, krejt që të kufje 24 orë në ditje, 365 dhe në vitë e kontrolon këfure, na rrina shlirë kënejna, shlirë. Asë nuk shpenzojna në policia, asë kur gjithojna me qenë sonë e thash flajna shlirë, po asë njëherë nuk flaj shlirë, derisa Kosova dhe ushtria Kosovës nuk hen NATO. Në qatë moment që ushtria Kosovës hen NATO, atër kam i hekë që dhe qizmet ala i kam e vitë. Me sport po mirë shumë. Me sport jam mirë gjithë jetën, unë kom qenë do me thonë... Na për storje, edhe në Dubai e mirë, një gorë, që të Spartane ke kry me sukses. Edhe kështu më bo zaditore të mirë. është një mesazh i imi për gjeneratat e reja. Shëndeti është ekskluzivisht në dorën tane. Sa ushtron, sa pushon, si ushqehesh. Kështu që kur këto trija, ti din të menaxhosh, ti do t'jesh gjithëhera i luani shtëpisë, dhe mund t'jesh edhe përfaqësuesi i Kosovës. Kështu që unë gjatë gjithë jetës time jam mirë me sport. Sporti është për mua jetë dhe në momente të caktune e kom pa që ka edhe më shumë kapacitete, sepse njeriu kur në mënyrë konsistente merret me një aktivitet, zhvillohet
edhe pastaj kam marrë pjesë në gara deri në 100 km, 120 km në përgjith botën, në Turqi, në Gjermani, në Dubai si përfaqësues i Kosovës për garën më e vështirë që ekziston në Spartan. Apo na shpjegon me çat garë, po kam çfarë kam me pikë kështu me po garën në Dubai. A vjen ju kam po gara në Dubai, jo vetëm në Dubai, po në kam marrë pjesë në Dubai. Në Dubai është ajo më e vështira, është në 21 km vrap në Sahare, në temperatura 39-40 gradë dhe i ka 36 pengesa. Edhe në ato pengesa, definitivisht janë pengesa që janë goxha vështirë të kalueshme, sa është e vlefshme të jesh fizikisht i përgatitur, duhet të jetë edhe psikikisht, për shkak se ka lojna të ndryshme që kemë hyrë në rujë trubullt, kemë kaluar për shembull nëpër do pengesa, për shembull muri alpin që sillesh rreth rrotull, ato është një farë lazerin tokë që në momentin që prej kama rrezet alarme dhe ti mundesh më diskvalifiku. E janë shumë aktivitete që janë në aspektin e përgatitjes psiqike që duhet të kesh qëndrueshmëri, të kesh forcë dhe mos dorëzohesh. 22 vjet në luftë. 23. 23, edhe tash që 26 është 49 vjet apo ç'është? 50. 50 vjet hala me këtë sport të po mirë. 50. Sporti nuk ka rëndësi mosha. Unë e kam pas një trajnues në komandë trajnimit doktrinës në amerikan, ka qenë 61 vjeç, edhe tash unë po flas për vitin 2002-2003, 62 vjet, në atë kohë na kemi qenë 27 vjeç, edhe u befasoni me të çfarë aktiviteti zhvillonte. Edhe në fund tha, ndëgjoni, tha vitet janë numra. Nëse ju në mënyrë konsistente bëni aktivitetin fizik, pushoni, ushqeheni mirë, ju keni me qenë vetja deri një moshë të shtyne. Ka 60 vjet, 22-23 vjet mas luftë, kur puna të shëndeti, i ke hizë të sot cupat granatës për i trupi me një operacion që ke posë, përsa kom po mjatë vështirë. Qysh është... Me thonë drejtën që kanë ngel akoma edhe 3 copa i kam. Qysh je me shëndet? Edhe a ke posë pasuja për i plogëve, a ke mujtë me morë 10 vetën mirë, dhe me thonë atë kanë lënë dome. Unë ta thash më herë, dhe me thonë që është sfidë me marrë pjesë në 100 km vrapim malor, është sfidë me marrë pjesë për shembull në Spartan që është gara më e vështirë në botë, po një prej arsyeve që jam aktiv në sport, edhe merrem vazhdimisht me sport, është që ajo ndjenja kur e kujtoj që kom shkel minën edhe sot jam akoma në kom. Një prej aty në raste për shembull që më ka ra granata edhe më ka vu sa pjesë të metal të në trup dhe nuk kam vdekë, tha më zot. Unë duhet ka 2 herë në ditë me dalë me merr me aktivitet, sepse Zoti s'ka dashur që unë me ngel me mu vra krejt ose me met në kolicë, edhe kjo tani më jep një fuqi më të madhe, më jep kuraje më të madhe. A hala cupat granatës s'kin tropa? I kam edhe 30 pjesë granatës, a planifikon derisa s'um pengoj nuk merrem me to, po këto në para 3 viteve fillun domethënë me infektu edhe detyrimisht i kam pasjek një 6 copa për tyne. Jena në farë foshatës zëdore që na ka oj kryt, apo dhe në tanant, kështë... Ani është java e fundit. Java e fundit edhe unë e kam gjithë si pengum kam me ta vu një pyetje ku të zatete, ka me vjetë, se me kem shujtë smerët me politikë. Luft, pa, i shkollum, pa, biznesmen e sukses shumë, pa, apo më burë me ditë që du të me pos, ose që du të me bo dikush për me të angazhu në politikë, ose çfarë mundësi zhët mi të japë që këj venti për me inë politikë. Çfarë do që të them mund të thojnë që Beka qenë ka dhe filozof, nuk e kemi ditë që po filozofoj ka shumë. Mirë po është interesant politika edhe nëse s'merresh ti me te, merret ajo me ty. Merret me drejtat tuaja, me drejtat biznesit tanë, me drejtat fëmijëve, të gruas, të gjithëve. Mirë po për shkak të konceptit politik, sepse tu e pa edhe tu i pa botën e tu i lexu domethënë librat e ndryshme për shembull se jam goxha i fokusuar këtu psikologjitë e suksesit edhe në libra se si të krijohet një leadership. Unë gjithkohën kam kërkuar domethënë që të orientohem në një koncept politik, për shembull dhe një platformë politike, edhe për shkak se kam qenë kohë gjatë në ushtri, mu nuk më ka lejuar që të merrem me politikë dhe pastaj pas vitit 2010 ishin ndërtu një rrugë që unë nuk muja ta gjeja vetëm. Përkundër asaj që në vendet e pas luftës, një 20-30 vite është ajo krenaria
e fitores, e paket e prune ndoshta, pastaj është kjo pjesa e populizmit që e shfrytëzojnë domethënë çat krenarinë të prune. Unë besoj që tani është koha që qytetarët të mendojnë me logjikën e shnosh dhe votan mos tipet me emocion, po tipet me logjik, kush është më i mirë për mua, derisa jemi tash në zgjedhje lokale, është mirë të mendojmë të thotë për pjesën e Mitrovicës dhe të fokusohemi në Mitrovicë. Konceptet pengë, mos me mit pengës të kaluar si populizmi. Absolut, po nuk mundesh ti për shembull nëse ti më thret musot, edhe e keni parti politike dhe më thu komandant je kon luftari i Zotit apo vjen se është mirë për neve se i marrëm edhe do vota se të njohin njerëzit. Atëherë nek si të vi ka me thon ku është kallasha kena me luftua? Si? Po të jam thirrë mu si komandant e luftar, am thirrë si në jurist i diplomuar që muna me dhoni kontribut në një parti politike. Kështu që ne ajo e kaluar, do të na shërbej domethënë vetëm për të mirë tonë, ta kemi a do të krenohemi, mirë po mos të thirremi në të. Nuk ka krah politik edhe politik të QK-s. Këtu ka vetëm platformë politike dhe njerëz që kanë kontribu. Ti krah të QK-s mundesh mi thonë gjithë kujna, edhe PDK-s, edhe AK-s, edhe Nismes, edhe LDK-s, sepse ka pasur edhe shumë ushtarë në LDK-s, domethënë që kanë dhënë kontribut. Kështu që në këtë koncept njerëzit do të me mendu një herë e mirë që nëse dojnë mi fitu votat, do të me ndërtu një koncept të zhvillimit ekonomik, të edukimit, të politikës, e jo të thirrën gjithkohën për shembull. LDK-ja akoma domethënë çojnë për rrugovën. PDK-ja pjesa e madhe domethënë gjatë gjithë kohës krahi luftës. Për çka krahi luftës? Ti e ke dhënë kontributin në luftë, faleminderit shumë. Çka po jap tash? Nëse Beka nuk ka mundësi me dhonë sot. Që për shembull Mitrovic o PDK-ja u largu prej këtij koncepti pakashëm me kandidaturën e Arjan Tahiri, domethënë nuk e ka jap çto një mesazh. Tash preken big dog pra. Po edhe ai çto i diplomum për të qenë doktoraturë kandiane. Do t'i bëja në thirrje qytetarëve të Mitrovicës, sa i përket Mitrovicës. Na duhet mendojmë si Mitrovicas, mos ta dhom votën që e thash më herët me emocion, ta dhom me logjik të shëndosh se kush është ai i cili mundet me dhon kontributin më të madh për qytetarët. Kryetari i Mitrovicës dhe secili kryetari i komunës është thjesht shërbim qytetarëve. Arjan Tahirin e njeh personalisht, po ja njeh edhe babën, e njeh Basin Enver, që është inxhinier i diplomuar i elektrës, ka qenë prej ushtarëve të parë të QK-s dhe kjo me automatizëm tash i shkon adut. Enveri nuk po marr ka pjesë domethënë si ushtari i QK-s, po e pas ka përgatit një pasar stina. Kështu që unë për Arjanin kam vetëm fjalë të mira. Unë besoj që komunës Mitrovicës i vyn në Arjan. Arjanin e kemi thirr Arjanit të lu basketball. E kemi mësuar emrin Arjanit. Pastaj e kemi thirr Arjanin si djali i ri i politikës, po tash në emisione që e kam përcjell vazhdimisht. Besoj që nuk është ai Arjani i ri, është ai Arjani i pjekun politikisht që bile më kalon shumë për shtypje në shumë emisione përballë me Faton Pecin, ai Fatoni përpos që e kish një far arrogancë, nuk kish një far fakt, ndërsa ky vazhdimisht ne kemi thonë që kjo nuk është e vërtetë dhe nuk është mirë me i mashtru qytetarët, nëse ti kina i diçka të vërtetë, okay. Kështu që unë besoj që Mitrovicës i vyn Arjani, edhe është një prurje e re jashtë krejt atyre që ke thashun e krenarisë e populizmit, ai asnjëherë nuk i ka ofendu as partitë të tjera. Ka thonë që unë jam po nuk u thirr, po ne deshta me shfrytzuki ta do sepse e njeh Enverin personalisht edhe kur ka ardhur ushtar, edhe çfarë ushtari ka qenë, edhe çfarë punëtori pastaj ka qenë TMK. Pas TMK-s çfarë punëtori i madh ka qenë edhe në Trepçe. Kështu që ti ki të bëj domethënë me një djalë, një familje shumë të mirë, edhe në këtë kontest dua të siguroj qytetarët e Mitrovicës që Arjani nuk vjen ato për përfitime, po vjen me dhanë edhe në shërbim t'juaj. Unë nuk muna pa dol për asoj pyetjes kur kimo merrte me politikë. E kom anej sa dush. A vjen Bekën kur për shoh të merr me politikë. Kallzona vura a kin jet ndajherë. Tregom kur e ha partin, ma sjell në kauz politike, e shohum unë për vete të garantej që si bashkëtetor si jena si të rajonit, e kom pos gjithë dëshirë me të ponë politik, edhe dëshirë, për dëshirë ta manë, të me thonë për njerëzve të luftës, që kom pos qef, na herë dikush mi po të mirë për politik, mi 02,
ty të kom po se... Në momentin që... Nashta si na kalon sot që si e mirë. Në momentin që më promovoni si biznismen edhe si komandant, unë nuk du më merë me politikë. Në momentin që mund të promovohem si jurist ose një jurist i diplomuar dhe muna me dhani kontribut në këtë pikpamje, atëherë jam i hapur gjithëherë me gjithë kanë, vetëm duhet të shohim. Beke, erdhëm edhe në fund të misionit, cilë mesazhi për tritës të vani, për qëta qytetarë, ku jena na qa du të me bona si popull edhe tutje për më ndryshu Kosovën sa ma mirë? Seni parë për më ndryshu Kosova 20 vjet ashme është edukimi. Edukimi gjeneratave të reja. Mesazh për baballarët atyre gjeneratave të reja është që ata të krijojnë një ekonomi dhe këta djem kur e kanë pjesën e edukimit dhe e kanë pjesën e ekonomisë, Kosova sigurisht që do të zhvillohet. Nëse na nuk zhvillohem ekonomikisht, na nuk na me pas mundësi dhe me thonë as me qenë taksapagus të fort, as me pas bugjet shumë, edhe në kur nuk e keni bugjet, unë të garantoj që as një luft nuk bëhet pa logjistik, dhe as një politik nuk bëhet pa logjistik, e as një vend nuk mundet mu zhvillu dhe me thonë pa pas një logjistik, një ekonomi të fort, një ekonomi stabile, kur e ka ekonominë, e ka shëndetin, e ka sigurin dhe e ka të ardhmen sigurt. Kështu që ju lutem, orientoni fëmin sa ma shumë në edukim, vetë merruni paka shumë sa keni mundësi edhe zhvillonu ekonomikisht dhe pas 20 viteve jemi ato ku ndroj dhone. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi jashtëzakonshme. Faleminderit. Shikues të nderuar, jemi në emisionin e radhës në javën e ardhshme. Faleminderit për